Përshëndetje nga kuzhina në Irit, sot kam vendosur me ndau me juve një video, një shpjegim. Nuk është as një recet që përgatitet as me pi, as me hongër, me as një përbërs. Krejt që ka përshifni në këtë video është një top tenisi. Për çka nevojitet ky top tenisi? Për juve, ndoshta mundet me qenë veç mashtrim, nga ona ime qysh unë juve pjo them është edhe ju them është shpëtim. Pse është shpëtim? Edhe për çka ju nevojitet një top tenisi nëse keni në shtëpi. Besoj që keni shumica, kush ka fëmijë, pra shkojnë në shkolla, bojnë sport, normal që ju gjinet. Kush nuk ka, nuk është trajt me ble, sepse ma me rëndësi është shëndeti. Pa përdorur tableta, pa përdorur pra ilaçe, pa shkute fizioterapia me harxhu pare badihadha edhe s'ju kanë ndihmu kur gjë. Ju vllazën, motrat të dashura, prej gjysheve e moshën të poshtë, prej gjysheve që janë pra në moshë të vjetër, edhe në moshën rinore, juve vlen ta provoni. Për juve pra motra dhe vllazër që keni dhimbje të shpinës, dhimbje të qafës, dhimbje të komve, dhimbje të gjënjeve, dhimbje të themrave, dhimbjeve të kurrizit pra, keni qarkullim gjaku të keq. E merrni një top tenisi, edhe para se me shku me flajt, pra, një 5 minuta para se me shku me flajt, e merrni topin e tenisit edhe normal me shputën e komës. Unë pju të rega juve me dorë, juve prani me shput komës, se si të veprani pra me topin e tenisit. Ja nisni qështu prej themrës, qështu, duke e lëviz pra komën, ju i nin kom pra, për gjyshet tona që janë matë moshuara, nuk kanë pra edhe fuqi me nejt në kom, munden edhe ullur pra me bo këtë ushtrim gjdo natë. Mandej munden i komën kështu me rrokullis në gjitha onët mbi topin e tenisit. Prej themrës deri te gishtat e komëve, mandej prej gishtave deri te themra. Ka 3 minuta pra e bëni këtë masazh duke i lëviz pra shputat e komës përmi një top tenisi. Pra po them edhe di që keni më thonë, keni me mendu, para se me provu, këto janë veç pralla, qëshja kemi zakon ne shqiptarët. Pse kemi zakon ne shqiptarët? Sepse jemi zhgënjy në për mjek e në për tableta edhe kur gjos ju kanë ndihmu, çka ju duket juve mbas atyre pareve që i keni shpenzu me mira euro, topi i tenisit ju duket hajgare. Kur ta provoni që topin e tenisit çdo natë, ka 3 minuta para se me shku më flajt, keni me thonë, ku na shkun paret hoq, me që ato pare kështë ble një posterëm. Bele kishim terëm, mish terëm për dimën edhe kishim shti së gjë, kishim hangur krejt familja. Majeni me anë që t'fjallë që pjo thot neri, sepse unë nuk dal këtu me shterë zarin tim edhe më fol veç hajt, po flas diçka ose po postoj diçka pa lidhje. Pa e dit, nuk dal këtu me fol as për veti, as për juve, as për kërkon. Kjo është veç një ndimes për juve vllazën e motra që m'djekni, një ndimes pa as një interes personal nga ona ime. Veç që kom qef ju ta përdorni pra edhe ta aplikoni kështu për trupin tuaj. Keni me pa vetë, edhe ju i një vetë ata që keni me më shkru edhe me më falenderu. Pra, për gjitha që ato që i përmenda, dhimbjet shpines, dhimbjet qafës, qarkullimin e keq të gjakut, pra, mandej për dhimbjet themrave, përmenda dhe një herë, unozat e qafës që keni problem, dhimbjet e gjënjëve, sidomos ju vllazën që punonin bashtelle ose ju që vënani pllakat, gjithmonë që ndranin në gjënjë, pra duke i vënu pllakat, përdorni këtë edhe shifni pra çdo natë ka 3 minuta që shto shkoni duke rrokullisur topin e tenisit me komët e juve, me shuplakat e komëve pra normal. Sikur kështu prej, si thash, prej themrës deri te gishtat, prej gishtave të komës shkoni te themra. Ka 3 minuta, ose edhe bëni kështu, krejt shputën e komës. Për juve që nuk ju ka qellu
top tenisi, pra mundeni lirisht ta përdorni edhe një shishe të qelqit. Provani pra çdo natë edhe keni më bind vetë, si që thash unë në 100%, keni me më shënu edhe keni me më falenderu. Pa e provu nuk e besoni. Mos harxhoni pare, një top tenisi ka vlerë të madhe. Ju përshëndas juve përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqen të recetat mia, faleminderit për programin që ma bëni. Komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them miru pafshim.